بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حمد شفت الله جل جلاله أتوفى لندرين بريتي فالي غنديهم كركويم صلوات والسلام تشوفشن për Muhammed Mustafan familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Me lejen e Allahut Jelle Jalaluhu vazhdojmë me ciklin e ri të ligjëratave që kemi filluar me fol për 10 të përgëzuarit me xhennet, edhe kemi tutullu ata që xhenneti i priti me emër. Për faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend me emër ata burra. Ka thonë në Abu Bekrin xhennet, Umerin xhennet, Uthmanin xhennet, Aliun xhennet, dhe vazhdon hadithi. Në këtë hadith janë përmend 10 sahabi, me lejen e Allahut Jelle Jalaluhu kemi me fol për biografinë e tyre veç e veç, pastaj inshallah duhet me i plotësu edhe disa sahabi të tjerë, të cilët janë përmend në disa hadithe të tjera, që janë prej banorëve të xhennetit me emër, ndërsa nuk janë përmend në këtë hadith. Jam mundu edhe pa ta premtuar që për secilin do të flasim për një ders. Një ders me përfunduan, domethënë 10 derse komplet me parathonjen që banëm javën e kaluar me u plotësuan me 11 derse këta sahabi, mirë po me të vërtet materiali i gjanë rreth biografisë së ndritshme të tyre bën që Abu Bekri nuk mundet me u përtheku me një ders. S'ka mundësi, për këtë arsye jemi munduan me nda biografinë e tij në 2 pjesë. Nuk po kam dëshirë që këto derse më konën veç derse waadhie që më ndiku prej historisë të tyre, mirë po du që jo përgjithsisht me u njoftu edhe me origjinën e këtyre burrave, prejardhjen e tyre, historinë e tyre të ndryshme, edhe ndonjë ngjarje prej të cilës marrim mësim për jetës tyre, patjetër, sa është e udhës me u përmend. Në rastet e tilla, apo në derset e tilla fillimisht është mirë me u njoftu me emrin e tij, edhe me gjenezën e tij, prejardhjen e tij. Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, nëse ju pës, çysh e ka pas emrin? Se Abu Bekri nuk është emër. Abu Bekr është kunja e tij. Çysh e ka pas emrin? Abdullah. Abu Bekri edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e takohen në gjenezën e tyre. Si ka ona e babës, ashtu edhe ka ona e nonës. Unë po e përmeni gjenezën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj me pas se ku takohet Abu Bekri me ta. Gjeneza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kështu: Muhamedi, djali Abdullahut, djali Abdul Muttalibit, djali i Hashimit, e ky i Abdu Menafit, e ky i Qusayit, ky i Kilabit, pastaj Ibn Murra, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fair, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nazzar, Ibn Ma'ad
edhe Ibn Adnan, ndërsa Adnani është djali i Ismailit. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, gjeneza e tij është kështu. Abdullahi djali i Uthmanit, baba i tij ka pas emrin Uthman, ndërsa nofkën e ka pas Ebu Quhafa. Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra. Do me thonë, të gjyshi i 6 takohet me gjenezën e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Është ka ona e babës. Edhe ka ona e nonës takohet të gjyshi i 6. Babai i Ebu Bekrit e ka pas emrin Uthman me nofkën Ebu Quhafa, e që Ebu Bekri tani është Abdullah ibn Ebi Quhafa, ndërsa nana e tij është diskutu, disa kanë thonë e ka pas emrin Selma, disa kanë thonë e ka pas Leila. Do me thonë, edhe ka ona e babës, edhe ka ona e nonës, Ebu Bekri takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te gjyshi i 5 Ibn Murra. Në rregull. Arabët më herët lindjet edhe gjërat e rëndësishme i lidhnin me ndonjë ngjarje të historisë. E gjeni se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të flasin për lindjen e pejgamberit kanë thonën ka lind kur në vitin e elefantit, amel fil, ka ndodhur një ngjarje e madhe, edhe në çat ngjarje kanë lidh lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E te Ebu Bekri ka thonën 3 vite pas vitit të elefantit. Ka lind 3 vite pas vitit të elefantit, që i bie se është më i ri se pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam për 3 vite. Në rregull, Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu i ka pas disa ofiqe apo lagabe. Është njoft me El Atiq, është njoft me Siddiq, është njoft me As-Sahib, është njoft me Khalifatu Rasulillah. Çka do me thonë se cili laga për i këtyne? El Atiq, dietarët kanë diskutuar dhe në sens meselja kthehet te kuptimi i fjalës gjuhësisht. Çka do me thonë El Atiq? Fjala El Atiq gjuhësisht i ka disa kuptime. E para është diçka e vjetër. E dyta është i liruar. Edhe disa kuptime të tjera. Apo El Atiq përdoren nganjëherë për diçka fisnike edhe e njohur. Kanë thonën, është thonë për Ebu Bekrin El Atiq, për faktin se gjeneza e tij e prejardhjes është e vjetër dhe pastërt e fisnike. Se do me thonë është me të njëjtën gjenezë që ka qenë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E burrat e mirë të lavdruar të drejtë janë njoftshëm me thonë edhe përmes gjenezës tyre. Ju e keni ngjarjen e Abu Sufjanit rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu, ende pa pranu Islamin kur ka qenë në Sham atje kur ka pyeta i mbreti për prej ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka ka thonë? Pyetja e parë që është bë, keife nasabuhu fikum. Ç'është është prej ardhja e tij? A e dini prej ardhen e tij? Se nuk ka mundësi me qenë pejgamber i Zotit me prej ardhje të shkputur, që nuk i dihet prej ardhja. Ka thonë prej ardhja e tij është e pastërt dhe e njohur. Ka qenë shenjë prej shenjave të pejgamberllakut. E pasi që është njoft prej ardhjave e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu se tillë, është shujt e shej El Atiq. Kjo e para, edhe fisnike, njëjtin kuptim e ka. E dyta kanë thonën se ka kuptimin e leitku, është për qëllim diçka e liruar, e amnistuar. Në rregull, kanë thonë e ka morë emrin apo këtë ofiq se pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam e ka përgëzu
e ka lajmëru se ti je i liruar prej zjarrit të xhehenem të zjarrit të xhehenem s'rukty. Transmeton Imam Tirmidhiu rahimahullah një hadith prej Aishës radiallahu ta'ala anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Ebu Bekrit anta atiqullahi minan nar. Anta atiqullahi minan nar. Ty Allahu Jalla wa Ala të ka liruar prej zjarrit të xhehenemit. Ofici tjetër apo nuk ka çmë thonë llaqabi tjetër e Ebu Bekrit ka qenë as-Siddiq, i sinqerti. Pse kështu? Është thonë mendimi më i qelluar rreth kësaj çështjeje është atëherë kur Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu i ka besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka lajmëru për Isra dhe Mi'rajin bile para kësajna. Mirë po prej Isra dhe Mi'rajit kur ka ndodh e ka morën këtë epitet. Ju e dini kur ka ndodh ngjarja e Isra dhe Mi'rajit ka ardhur në disa transmetime se irtadda an-nasu. Disa njerëz janë luhat në besim. Kur e kanë nikë ngjarje, disa njerëz që kanë hyrë frikë në besim janë luhat. Për faktin se kur e kanë nikë ngjarje madhështore, nuk ka mundën me kap, me përthekua, perceptu mendja e njeriut, edhe disa janë luhat. Edhe mushrikët e Mekës, Ebu Gjehli e këta, kanë menduan se e gjetën, që me thonë një derë, me hyjtë Ebu Bekri edhe me larguën prej shokit të tij, pejgamberit alayhi salatu wasallam. Edhe zatën, sigur t'ja këshin arrit, sa i ka qenë e vështirë për pejgamberin. Mirë po, kur kanë shku në mëngjes, edhe i ka thonë pejgamberit, ka thonë Ebu Bekrit, apenin se për çfarë po lajmëron shoku jot kështu edhe kështu, brenda natës, ka shku në filan venin, pastaj është ngjit në qiell, pastaj ka ndodhur kjo. Ka thonë, a edhe këtë po e thot, ata vetë në vetë thanë, ha, shme thonë, tash, fitu. Ka thonë edhe këtë për thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë po. Thotë nëse thotë kështu, ai e ka thonë të vërtetë. Sa unë e besoj atina me një diçka më të madhe. Në mëngjes e mbrëmje po i vjen shpallja, thotë po i besoj atij, e të mos i besoj për këtë ngjarje. Edhe prej këtij momenti Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e ka marrë nofkën as-Siddiq. Njeriu që i ka besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë besnik. Pastaj e ka marrë nofkën sahib, që me thonë shoqërues, kanë thonë në ulemoja për shkak se ka shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në hijret. Çeto tri, që me thonë epitetet Ebu Bekrit kanë qenë gjatë kohës sa ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa epiteti i katërt, Khalifatu Rasulillah, Khalifja pejgamberit ka qenë kur pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhur edhe në khilafet. Në rregull. Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë i martuar me 4 gra. Me 4 gra. Gjegjesisht i ka pas sa fëmijë, 6 fëmijë. 6 fëmijë. Gruaja e parë ka qenë Qutejle binti Abdul Uzza. Qutejle binti Abdul Uzza. Me këtë grua Ebu Bekri i ka pas 2 fëmijë, Abdullahin edhe Esman. Abdullahin edhe Esman. Edhe këtu delin pase Esma nuk është motër me Aishën prej babe prej nane. Mirë po është vetëm prej babe. E pash disa përkthime shqip, Qutejle këshin bo Katile. Katile me bo me vokalizu, Katile është shumë emën ju i drejt. Katile që qëtu e këshin librat e salabit që janë përkthyu shqip, ne këshin rënë disa vene, Katile, ka kanë shkuen. Mirë po është Qutejle binti Abdul Uzza. Kjo ka qenë jo muslimane, edhe thuhet se Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e ka shkurorzu pas e ka pranu islamin. E dyta ka qenë Ruman binti Amir, me këtë i ka pas gjithashtu 2 fëmijë,
Abdurrahmanin edhe Aishën. Më thonë, Ruman është nana e Aishës, radiallahu ta'ala anha. E treta ka qenën Esma bintu Umejs, me këtë e ka pas vetëm një djalë, Muhammedin, që është Muhammed ibn Ebi Bekër, edhe e katërta ka qenë Habibe binti Kharija, edhe me këtë e ka pasën vetëm një vajzë, ajo ka qenë Ummu Kulthumi, vajza e Ebu Bekrit, radiallahu ta'ala anhu, wa anhum gjemihan. Ulemoja kanë folë edhe për cilësit e tyre dhe qërit e Ebu Bekrit, e këtyre sahabive të mëdhaj. Kur kanë përmend cilësit e tyre, fizikun se qysh kanë qenë ata, këtu duhet me pas kujdes, kur e kanë përmend fizikun e tyre, nuk kanë synu diçka me këtë. Për shembull, nëse një njeri është i tillë e ka këtë shpërblim. Ose një njeri nëse qenë ka për shembull fizikun si të Ebu Bekrit e pas ka ndoj farë vlere. Jo, e kanë përshkru vetëm me pas parasysh se qysh ka qenë, qëfar forme, qëfar fiziku ka pasën Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Ebu Bekri në përshkruin kështu. S'po i lexoj transmetimet, e përshkruin ka qenë njeri i bardh, i zajft me trup, mjekrën faqeve të tij e ka pas të rrallë, që qëto është përshkrujt. Mjekrën e ka pas të rrallë. Faqet i ka pas, që me thonën, të zajfta, nuk ka qenë i plod në ftyrë, është përshkru, kanë thonën ghairu el-ajnejn, kër e përmendin ghairu el-ajnejn, kanë shku e kanë përkthy, Allahu al-Musta'an, syt i ka pas të nxjerrur, e kundër të asaj. Ghairu el-ajnejn, të na që shtojnë syt në mbirë, do me thonë i ka pas syt mrena. Edhe ghairu el-ajnejn, nati u el-gjebhe, e ka pas balin e gjonë, që qështu ka qenë. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu ka qenë njeri i dashur si në gjahilijet, para islamit, e edhe pas islamit. Kur nuk i ka dhuru idhujt, kur as njëherë. Kur ka arrit moshën madhore, baba i vetë Uthmani, Ebu Kuhafe, e ka morë Ebu Bekrin edhe ka quen të një tempull ku kanë qenë atë të vendosur një grumbull idhujsh. Edhe i ka thonë, këta janë zotrat e tu, edhe sa herë ke nevoj, diçka thot eja dhe lutu të këta. Po sa u largu baba i ti, Ebu Bekri ju ka drejtu në njanit për i tyre. Ka thonë, jam i uritur me ushqe. Ska përgjigje. Ju ka drejtu tjetrit, i ka thonë, jam i zhveshur me vesh mua, ndërgo roba. Ska përgjigje. Tretit, katërtit meren, edhe ka marrë një dru i kam shu, ting për toke. Edhe automatikisht e ka pa që, mas i thot nuk qenë kanë gjendje këta me mbrojt vetë vetën e tyre, atëhera qëfar dobi e msjellën mu, edhe kur Ebu Bekri nuk është marrë më me idhuj. Nuk o përmend historin e ti se Ebu Bekri ka adhuru ndo një idhull, apo ka pi ndo njëherë alkohol. Edhe gjithmonë ka hulumtuan mas fejse vërtet. Deri sa të regohë tasht kur ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka besu ati që për besimin e ti të flasë më vonë, edhe kur banorët e Mekës i kanë bot rysni edhe kanë torturu, Ebu Bekri është detyru me dalë edhe me bohi hijret për në Habeshe, për në Abisini. Shënon Imam Bukhariu, rahimahullah, një ngjarje të gjatë kur ka dalë Ebu Bekri me shku për në Abisini edhe të shku rrugës, thot deri sa ka arrit tek një vend i quajtur Barku el-Ghimad, është një vend bejag i larg i Mekës. Aty e ka taku Ibn Daghine. Ka qenën një prijes i fisit Sejidul Qarre, që asaj pjesë ka qenë prisja asaj pjesë ku e ka takuën Ebu Bekrin, shpë thonë zotriju ati veni, edhe i ka thonë, ejnë të ridu ja Ebu Bekr, për ku thët je nisë Ebu Bekr? Thët jem nisë për hijret,
akhrajani qaumi. Populli jam thot më kanë nxjerr prej vendit tëm. Edhe thot kështu, akhrajani qaumi fa ana uridu an asiha fil ardi fa a'budu rabbi. Kanë nxjerr mua thot populli jam prej vendit tëm, edhe po du thot me lëvizën edhe me ecën tokën e Allahu xhalla wa ala edhe me adhuru Allahun në të. Ibn Daghina i thot kështu: Inna mithluka la yukhraj, inna mithlaka la yakhruj wa la yukhraj. Sikur ti, një njeri sikur ti, as nuk bën me unëzirë prej vendit, e as nuk bën me dal. As nuk bën me unëzirë, as nuk bën me dal. Shifnë një tash kë i përmend disa tiparet e Ebu Bekrit që janë plotësisht tiparet e ngjashme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që i përmend Khatijja kur Muhamedit i vjen shpallja. Thot për faktin, thot shembull sikur njeri sikur ti as nuk bën me dal e as nuk bën mundëzirë prej vendit. Për faktin se ti thot i ndihmon nevojtarët, mban lidhjet farefisnore, ndihe shkeq për ata që nuk kanë mundësi, ata që nuk mundesh me u ndihmu, domethënë del, punon edhe me u ndihmu atyre, parëmdo, kjo e para me këtë ka dallim, se e para ki ju ndihmon, e dyta nuk ki ndihe shkeq, del punon për ta. Është e qartë? Kjo është ndjenë që pak njerëz e kanë. E respekton musafirin, edhe i ndihmon gjithashtu ata të cilët vinë drejtohen tek ti, kthehu në vendin tënd. Edhe adhuroja Allahun xhalla wa ala në vendin tënd ku ke lind. E merr Ebu Bekrin, kjo Ibn Daghina edhe shkon tek Mekalit. Edhe ju thot atyre, unë po e marr, shme thonën në bes, edhe mos e prekni Ebu Bekrin ma. Në besën time let jeton në Mekë. Po kanë thonën me Kalit, po e pranojmë këtë kusht, mirë po Ebu Bekri le të adhuron Allahun në shtëpin e ti e mos del në qave. Le të lexon Kur'an në shtëpin e ti, le të adhuron Allahun atje, mos del me e po fëmija edhe gratë, se ndodhë që ndikohën prej ti. Edhe Ebu Bekri e pranon këtë kusht, edhe vazhdon kështu. Pas një kohë, në oborrin e shtëpisë së tij e ndërton, po themi e merr një vend falje, kështu. E merr një vend falje, sa ato është përmend për kthime, ka ndërtu xhami. Nuk është për synim xhami, mirë po e ka marrë një vend ku është fal, me një pjesë të aborrit të tij. Ato i ka lexuar Kur'an, ato i ka madhruar Allahun xhelle xhelalu. Derisa fëmijët edhe gratë e Mekalive janë ndiku prej Kur'anit që ka lexuar Abu Bekri. Edhe kanë thirr paria e Mekës këtë Ibn Daghina edhe i kanë thonën na e kemi pas një kusht me ty që Ebu Bekri ta adhuroj Zotin e vetë në brenda e jo jashtë. Ai po vepron kështu edhe kështu edhe kështu. Ka thonë shko këshilloje, nëse nuk kthehet, atëherë ai s'ka besë. E thirr Ibn Daghina Ebu Bekrin edhe i thot kështu ka qenë marrëveshje. Ose kthehu thot brenda shtëpisë adhuroj Zotin tënd, ose thot unë po ta heki besën. Se nuk muj me i tradhtu parin e Mekës, e nuk muj me kthy fjalën që e më dhonë. Çka thot Ebu Bekri? Nuk i thot po kthehem. Thot inni aruddu laka jiwarak. Unë ta kthej ty e besën tënde edhe nuk du me qëndru me këtë kusht. Wa arda jiwar Allah. Ty ta kthej besën të shka edhe të regojë që Ebu Bekri s'pungon. Edhe unë e tash Ebu Bekri nuk e kam besë. Edhe du ta lidhe besën teme me Allahun xhelle xhelalu. Edhe Ebu Bekri vazhdon kështu derisa tash sahabit kanë bo hijret disa për në Habeshe, pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot Ebu Bekrit kështu. E kam po ondër vendin e hijretit. E kam po ondër
vendin e hijretit, ka me bo hijret. Edhe tash kanë bo hijret disa, e ka përshkrujt një vend me hurme. Një vend me hurme, e që ka qenë Medineja. Kanë fillu sahabit me bo hijret. Ebu Bekri donë me bo hijret, pejgamberi thot prit se ndoshta Allahu Gjelle Gjelaluhu ma lejon edhe mua hijretin. Pret Ebu Bekri ka arë në transmitime që 2 kafsh mjetet udhëtimit, thot i ka ushqy mirë për 4 muj. I ka ushqy mirë për 4 muj, derisa ka ardhen urdhri që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me bo hijret. Pastaj do ta shohim se çish ka ndodhur kjo ngjarje. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu thot, oj dërgumi i Zotit, a ka me bo hijret me tyje? Stoj dërgumi i Zotit, a ka me bo hijret me tyje? Dhe ka ndodhur pastaj që ka ndodhur, edhe Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu ka bo hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket islamit e Ebu Bekrit, me ushtru një pyetje. Është interesant kur lexon librat e historisë, e gjenë se Ebu Bekri në disa transmitime thua se ka qenë muslimoni parë që ka pranu islamin. Në disa transmitime tjera vjen se Aliju radiallahu ta'ala anhu ka qenë njeriu i parë që ka pranu islamin. Në disa transmitime ka ardhur Ebu Bekri me Bilalin. Cilat janë më të sakta? Ja, nuk shkojnë kështu sana. Është një hadith në Bukhari dhe në Muslim, në botë Bukhariu, rahimahullah, ka ndodhur një mospajtim mes Ebu Bekrit dhe Umerit, radiallahu ta'ala anhu. Edhe Ebu Bekri është një keq ma vonë. Edhe ka shku tek pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, ka thonë i dërguar i Zotit, i kam hinë hakim Umerit, kemi pas një mospajtim, po unë e kam pas gabim, jo Umeri. Ka shku Omeri, masë është qetësu, ka shku të familja e Ebu Bekrit. Ka pyta, është Ebu Bekrit, këtu i kanë thonë një jo. Ka thonë shko se ka shku të pejgamberi alayhi salatu wasalam. Si ka ardhur Ebu Bekrit tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ftyra e pejgamberit i ka ndru. Është nervozu me Omerin. Kur e ka pa Ebu Bekri pejgamberin këtë gjendje, i ka thonë oj dërgumi i Zotit. Unë thot i kam fajet, jo kë. Oj dërgumi i Zotit. Thot unë i kam fajet, nuk i ka Omeri. Se është një keq, mos tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e çorton shumë Omerin. Ka thonë unë i kam fajet. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka drejtu Omerit. Dhe i ka thonë, a doni thot me lon rahat në herë njërin. Ka qenë i pari që ka pranu islamin kur jo thot më refuzut. Ka qenë i pari që më kanë ndihmu me veten e ti edhe pasurin e ti kur krejt jo më refuzut. Çka jep me kuptu kjo? Ka thonë Ibn Kathiri rahimahullah, kjo ngjarje aludon se i pari që ka pranu islamin ka qenë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Ndërsa Ibn Ishaq rahimahullah në sirën e tij e përmend se i pari që ka pranu islamin ka qenë Aliu radiallahu ta'ala anhu. E vjen pastaj pasi i tregon krejt këtë ngjarje Ibn Kathira dhe vjen bashkon mes tyre. Thot i pari që ka pranu prej burrave mushërritur islamin ka qenë Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. E pari që ka pranu prej grave islamin ka qenë Khatija radiallahu ta'ala anha. I pari që ka pranu prej fëmijëve ka qenë kush? Aliu radiallahu ta'ala anhu, ndërsa i pari që ka pranu prej robërve të liruar ka qenë Zejdi radiallahu ta'ala anhu. Në rregull. Islami Ebu Bekrit ka qenë i çuditshëm. Njerëzit karshi pranimit vërtetës edhe refuzimit të saj, dietarët i kanë përmend, kanë thonë janë disa kategori. Kategoria e parë janë ata të cilët e dëgjojnë vërtetën e së pranojnë. E refuzojnë me njëherë. Kategoria e dytë janë ata të cilët kanë nevojë me u marrë me ta më gjatë.
derisa të bindën. Kategoria e tretë, bindja e tyre është e lehtë, mirë po i kanë disa dyshime. Ndërsa kategoria e katërt kanë thonë janë ata të cilët si t'ju paraqitet e vërteta më një herë pranojnë. Nuk ka ndonjë sahabit pejgamberit alayhi salatu wasalam që e ka pranuar Islamin pa më dyshje dhe pa hamendje sikur Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bekri ka qenë prej shtollës së katërt. Si u ka paraqitur Islamin më një herë ka pranuar. Ta keni parasysh Abu Bekri me pejgamberin alayhi salatu wasalam ka pas shoqëri prej fëmijë. Prej kur ka qenë i ri. Do të thonë shoqëria e pejgamberit alayhi salatu wasalam me Abu Bekrin nuk është vetëm në Islam. Mirë po është edhe para Islamit. Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu si u ka paraqitur Islami më një herë ka pranuar. Është interesant, nuk ka transmetime shumë që flasin formës se ka pranuar Islamin Abu Bekri. Mirë po ka transmetime që flasin se asnjë më dyshje dhe hamendje nuk i ka pas prej ditës parë. Mirë po është interesant, edhe nëse gjen njerëz tjerë të tillë të kësaj kategorie që pranojnë hakin më një herë, Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu është veçu me një cilësi që rrallë kush e ka. Si e ka pranu Islamin, s'ka nejtë rahat ai njeri. Nuk ka nejtë rahat. Ja u ka dasht tjerëve qato që e ka dasht për vete. Si o rahatu me Islam, me njëherë në ditën tjetër ka shkuen edhe ju ka drejtu kujna Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu, Talha ibn Ubaidullah, Zubair ibn al-Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, krejt i ka thirrë në Islam dhe krejt e kanë pranu Islamin me njëherë. Parandos ka nejtë rahat. Si e ka pranu Islamin, edhe Islami ka zonë vend zemrën e ti, me njëherë është me kumtu që ato që është rahatu vetë. Kedhalike kuntum min qablu, femen Allahu alejkum. Kështu edhe ju ishit ma herët. Po Allahu gjelle u ala prej dhëntis ti, drejtoj ty në Islam. E Abu Bekri mora hatë s'ka nejtë. Ditën e parë që ta i kam pranu Islamin. Pas ta i ka ardhen, tjetërën ditë të kush, të Uthman ibn Mad'uni, Abu Ubaid ibn al-Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, Abu Salama ibn Abdul Asad, wal Arqam ibn Abil Arqam. Krejt që ta kanë ardhe kanë pranu Islamin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë sebeb. Nëse kjo na jep me kuptu diçka, jep me kuptu se që shtojnë populli Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë zemra e ujë. E ka pranu Islamin edhe kur morat sonien. Ka vazhduan me kuptu që ata që e ka mësu prej pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka qenë njeri i çuditshëm, sabërli i madh, burr trim, guximtar i madh. Pse përshkruajtur në fillim ka qenë njeri i zajft? Muskulatura e pesha e këto sene nuk çojnë peshën këtë mohabit. Ajo që e lëviz njeri në këto momente është zemra e tij e mbushur me iman. Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu si ka filluar me i arë shpallë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ka thonë oj dërgumin e Zotit, hajde dalim i thrasëm njerëzit hartës. Ballë thotë kena nejtë më sheft. Qua dhe thotë dalim i thrasëm njerëzit në Islam. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka thonën, halojin adopt, 28 vjetë që kanë qenë. Halojin adopt. Nuk bën me dalë një herë. Derisa Allahu xhelle wa ala na jep leje. Edhe kanë dalë. Kanë dalë haptës. Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu në qabe është ngrit edhe ka mujt ka fol për dinën e Allahu xhelle wa ala. Edhe për këtë e përmendin i pari khatib në Islam ka qenë Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Me të pa paria e Kurejshitëve e kanë marrë, e kanë rrahë atë shumë derisa ka ardhur Utbe ibn Rabi'a e ka rrahë Abu Bekrin e ka godit me nollet e tij, ka ardhur në transmetime derisa e ka shkel edhe në bark. Sa që thuan transmetime që qatë shumë është për gjak Abu Bekri nuk është dit ku është kryt e tij e ku janë komt e tij. Kanë ardhur pastaj një fes Banu Taym, edhe i kanë largu me kast. Ka ardhur transmetime yeta'adawna,
yusri'un, janë ngut me pështu Omer Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu se mos përmbysen. E kanë morë, me thonë kështu në qebe, edhe kanë shtinë shtëpinë e tij. Nuk është ditë, a është gjallë, a është i vdekur. Edhe kanë thonë qëta të fisit Banu Tejm, nëse vdes Ebu Bekri, thot hakin kemë nxjerrë dhe kemë mytën, Utbe ibn Rabi'a. Ka vazhdu, thot qashtu gjatë ditës, ka mas ditë dikur, ka zonë Mukfjell, radhiyallahu ta'ala. Edhe ka pyet, qysh është i dërguar i Allahut? Qatë gjendje, i kanë afru bukë, s'ka hongër. Ka thonë, qysh është i dërguar i Allahut? Ka thonë nëna e vetë Selma, në disa transmetime Leila, ka thonën, nuk di me dhe nuk kem dije për të. Thot, shko pyete Ummu Gjemilen. Shko pyete Ummu Gjemilen, të regon e sen për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ka shku të Ummu Gjemile, nona e Ebu Bekrit. Ngone sa e meq me ka qenë ajo. Ummu Gjemile ka qenë motra e kujna Omer ibn al-Khattabit. Aja ka qenë prej grave herët që kanë pranu islamin. Ka shku nona e Ebu Bekrit, në atë kohë nona e Ebu Bekrit nuk ka qenë muslimane. I ka thonë Ummu Gjemiles, djali jem Ebu Bekri, po pyet për Muhammedin, djalin e Abdullahu qysh është. Ummu Gjemile ka thonë, as nuk e njof Ebu Bekrin djalin tënd, e as nuk e njof Muhammedin. E shumë ma vonë pastaj, pse ka thonë kështu? As se njof djalin tënd Ebu Bekrin, as se njof Muhammedin. Po thot që është djali jotë, thot ka zonë më ndi ma mirë. Thot, a ka mundësi, thot, unë me shku të djali jotë? Thot, hajde shkujnë bashkë. Kanë shku të shtëpia. Ebu Bekri, si e ka pa Ummu Gjemilen, e ka vetë, ka thonë, qysh është Muhammedi, pra është mirë. Ka thonë, nëna jote është këtu. Ummu Gjemili ka thonë, nëna jote është mrena. Ka thonë, fol që është Muhammedi. Thot, Muhammedi, alayhi salatu wassalam, është mirë edhe rahat. Nuk e ka godit asgjë. Thot Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, pasha Allahin, nuk ka me hongër kur gjë, deri sa të shkoj edhe të rahatona të shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se me të vërtetë që ka mirë. Ama ju ka thonë pritni deri sa të bjen mbrëmja, deri sa të bjen terri, pastaj lëvizëm. Në mënyrë që mos me u zbulu vendi se ku është tunajt pejgamberi alayhi salatu wassalam. E kanë kap të dyjat për krah, mezi ka shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë hyrë tek pejgamberi, e ka pa që është mirë, e ka përqafu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A nëna e Ebu Bekrit para prakish është ta mi kishte përgatitur shqem, e ka ndimu, e ka shërbyn smundjen e tina. Mirë pa Ebu Bekri është betu që nuk do të hajt deri sa shkoj ta sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si ka një tek pejgamberi, është rahatu, e ka po mirë, i ka thonë Ebu Bekri kështu. Wa hadhihi ummi barratun bi waladiha, o i dërgumi Zotit. Kjo është nona jeme. O i dërgumi Allahut, kjo është nona jeme. Shumë po sillet mirë me mua, po më ndihmon shumë gjatë kësaj në këtë gjendje të cilën jam. Wa anta mubarakun, edhe ti je i bereqetshëm, plot bereqet. Fad'uha ila Allah, wad'u Allah laha, asa an yastanqidhaha bika min an-nar. O i dërgumi Allahit, thirrën islamon në teme, paraqitja islamin me cilën ka ardhur ti. Edhe lutë Allahu xhalla wa ala se dash Zoti për mes teje ka më shpëtu nonën tem prej zjarrit të xhehenemit. Edhe si është lutë pejgamberi alayhi salatu wassalam për to, më një herë ka pranuar Islam. Shifnë subhanallah çfarë njeri, çfarë gjendje. Është mërzit me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është kujdes për nonën e vet. A ka mujt me shku me pa pejgamberin më rahatua dhe më kthy në shtëpi? Ka mujt. Edhe kërkush nuk i shton pse valla nuk foli me pejgamberin, me zgatën, me lutën për nënën. Ja. A mund çat gjendje, çato momente ka shfrytzuar noi dërgumi i Zotit, ka thonë kjo kujdeset shumë për mua, e ti je njeri bereqeshëm, thërre në rrugën e Allahu xhalla wala, edhe lutë Allahun xhalla xhelaluhu
që Allahu ta shpëtoj për mes te prej zjarrit të xhenemit. Kanë thonë ulemoja prej kësaj ngjarje i kanë nxjerrë disa dobi. E para ka qenë kujdesi e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu i madh për përhapjen e Islamit. Edhe në çdo gjendje është interesu për familjarët e vet. Ata keni parasysh nuk ka asnjë njeri prej familjes sina veç se ka hyrë në Islam. Komplet, me babë, me nonë, me fëmijë, me vllazni, me motra krejt. Do thonë familja e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu që gjithë e kanë pranuar në Islamin. E dyta është dashuria e madhe që ka pas për pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dashuria e madhe që ka pas për pejgamberin edhe në çat gjendje është kujtu çysh është pejgamberi. Nëse ai është rahat, edhe unë jam rahat. E treta, kujdesi i tij për nonën e vet. Që Allahu ta udhëzoi atë në rrugën e Islamit. E katërta, kanë thonë bereqeti i duas dhe lutjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është më thonë përgjigja Allahut kaq shpejt atij njeriu është shenjë prej shenjave të pejgamberllakut të tij. Se këto na kemi pa në disa raste kanë ndodhur. Përveç kësaj, ju e dini edhe në Medinë kur është lutur për nonën e Abu Hurajras radhiyallahu ta'ala anha. Kur ka shkuar Abu Hurajra te shtëpia vetë se ka gjetë ato që ka pranuar Islamin. Edhe e pesta në këtë ngjarje është shme thonë mendje mpretësia që e ka shfaq Ummu Gjemile, motra Omerit radhiyallahu anha këtë rast. Që kur ka ardhur nona e Abu Bekrit, ajo hala se ka pas pranuar Islamin. A dhe ka thonë djali jem Abu Bekri po pyet për Muhamedit, ç'është. Ajo ka thonë se një fas Abu Bekrin as Muhamedit. Është frigu se kjo jo muslimane ka mundësi këtë fjalë timën tash kur i thon Muhamedi është mirë dhe në filan vendin, mundet me përçua dhe me përcjell deri tek paria me ikës pastaj munden me i bo problem Muhamedi alayhi salatu wasalam. Mirë po çka? Ka thonë hajde shkojmë te djali jot. E kjo tregon, ç'më thon me një përhetësinë edhe zgjuarsinë e saj, që në raste të tilla duhet me pas kujdes edhe mos me ungut. Ngjarja tjetër do thot është shoqërimi e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu që ja ka bëu pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam në hijret. E përmendëm më herët se Abu Bekri ja ka mësuar një herë me bëu hijret për në Abisini, në Habeshe, pastaj është kthy, pastaj ka qëndruar me pejgamberin alayhi salatu wassalam derisa Allahu xhalla wa ala i ka dhënë leje pejgamberit për me bëu hijret për në Medinë. Ngjarjen e shënon Imam Buhariu rahimahullah në sahihun e tij, edhe thot sahabit kur kanë filluar me bëj hijret për Medinë, pejgamberi po pret se mos Allahu xhalla wa ala tash po ja lejon edhe atij me bëj hijret. Një ditë prej ditëve ka qenë Abu Bekri në shtëpinë e tij bashkë me Aisha radhiyallahu ta'ala anha, edhe thot pas dreke e kem pa një njeri që ka qenë i mbështellur. Edhe po vjen ka shtëpia e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Ka qenë kohë që zakonisht pejgamberi alayhi salatu wasallam çat kohë s'ka dalë. Në kohën e drekës, temperaturat mëdha, pejgamberin çat kohë s'ka dalë. I kanë thonën pejgamberi po vjen. Abu Bekri ka ditë që në këtë rast pejgamberi është të ardhur me një lajm. Ka thonë çka ka? Ka hyrë pejgamberi në shtëpinë e Abu Bekrit, thotë nxjerrë familjen tonë dhe jashtë, se po duam me bisedu diçka me ty. Ka thonë i dërguari i Zotit nuk është kërkosh përveç familjes tonë, përveç Aishës radhiyallahu ta'ala. Edhe i ka thonë Allahu xhelle xhelaluhu na ka dhënë leje me hijret. O gëzu Abu Bekri shumë, ka thonë ja Rasul Allah, a kam të shoqëru ty në hijret? Thotë po. Mjetët e udhëtimit thamë se 4 muaj i ka ushqyer Abu Bekri, edhe i ka bo gati me ushqim special, edhe i ka bo gati për me bo në hijret për Medinë. Atëherë Aisha radhiyallahu ta'ala anha i ka thonë Abu Bekri Omerit të i dërguari i Zotit, merr një mjet të udhëtimit. Pejgamberi ka thonë bi thaman, ka me paguaj se marr kështu. Atëherë Aisha thotë i kemi përgatit ato, shme thonë ato kafsh për udhëtim, ja kemi përgatit ushqimin,
edhe thot kanë lëviz, kanë shku në shpellën Thawr, kanë jetu, kanë qëndrua atje 3 ditë. Abdullahi, djali i Ebu Bekrit, kanë thonë kanë qenë njeri shumë i meqëm, fëmijë i shkaft. Notë thot shkoj kenejke me pejgamberin dhe Ebu Bekrin atje, në kohën e syfyrit, para agimit, zbrestën Medine, që me qelë, kësë në Mekë, që me qelë dita në Mekë, me banorët e Mekës. Edhe tonë ditën i ka morë lajmet e banorëve të Mekës, çka po flasin për Ebu Bekrin dhe Muhammedin, në këshëm ka shku javë ka përcjellë. Në këshëm ka shku javë ka përcjellë. Pastaj, në 3. ditë e kanë morë një njeri, i cili ka qenë, bile rreth tyre Amir ibn Fuhejri, ka qenë një sahabi pejgamberit asatosëm që delet i ka rujt për rreth asaj shpellë. Do më thonë kanë pi shumë shprej deleve që i kanë rujt ata, shifni çfarë strategjie. Abdullahi ka shku i ka morë lajmet, ka Amir ibn Fuhejri ofër tyne, kanë që më thonën kanë janë ushqy prej deleve me qumë shtreskët, ndërsa në 3. ditë e kanë morë një person që në gjuhën arabe i thënë Khirrit, që ka treguar rrugën, edhe ashtu kanë vazhduar pastaj hijretin për në Medinë. Tregohen ngjarja e dini se në shpellë kur ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam me Abu Bekrin, e kanë hulumtuar banorët e Mekës, mos po e gjojnë. Edhe ta keni parasysh është i vetmi sahabi që është përmend me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an. Allahu xhalla wala ka ijma të dietarët, ka ujdi, janë kompakt, ka konsensus të dietarët se fjala Allahu xhalla wala illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar. Allahu xhalla wala thot nëse ju nuk ndihmoni ata, atëherë Allahu xhalla wala ka më ndihmuar. Në shora për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atëherë kur pabesimtarët e nxjerrën prej Mekës. Edhe ai bashkë me shokun e tij që ndroi në shpellë, ka ujdi të dietarët se për qëllim me shokun e tij është kush? Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam në Medinë, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e ka marrën khilafetin e inshallah për khilafetin e Ebu Bekrit, për disa punë madhështore që janë bërë në kohën e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj dashurinë e tij për pejgamberin, dashurinë që pejgamberi ka pas për Ebu Bekrin, edhe disa veçori dhe specifika të tjera të Ebu Bekrit do të mundohem me i përmbledh inshallahu ta'ala në dersën e radhës, edhe me këtë me përfunduan për Ebu Bekrin, pastaj me vazhdu për Omerin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.